Pas një viti me turbulenca politike, 3 cikle zgjedhore dhe sfida të ndryshme institucionale, Kosova në vitin 2026 pritet të ketë një shumicë stabile në kuvend, e cila doli si rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit të fituara nga Lëvizja Vetëvendosje. Por eja të shohim se çfarë pret Kosovën në vitin 2026. Si rallë herë më parë, për shkak të mos konsenzusit politik, Kosova si vjet nuk arriti ta miratoj buxhetin e vitit 2026. Krahas konstituimit të kuvendit të ri, ndër detyrat e para të deputetëve do të jetë edhe votimi i projekt buxhetit, i cili për vitin 2026 parashihet të jetë 4 miliard euro. Jo më larg se në prill, Kosovën e pret një cikël i ri zgjedhor, ai për zgjedhjen e presidentit të ri. Mandati 5 vjeçari i presidentes Vjosa Osmani përfundon, për dallim nga disa vende të rajonit ku presidentin e zgjedh populli, në Kosovë presidentin e zgjedhin deputetët. Procesi i zgjedhjes së presidentit në Kosovë zhvillohet deri në 3 raunde. Në 2 raundet e para, kandidati duhet të sigurojë 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit, ose të paktën 80 nga 120 vota. Nëse asnjë kandidat nuk arrin këtë shumicë, zhvillohet raundi i tretë, ku mjafton shumica e thjeshtë e deputetëve të pranishëm, minimumi 61 vota. Nëse as në këtë raund nuk zgjidhet presidenti, kuvendi shpërndahet dhe shpallen zgjedhjet e reja parlamentare. Se si do të rrjedhin zhvillimet, mbetet të shihet. Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti, nga selia e partisë pas shpalljes së fitores, tha se është i gatshëm të bashkëpunojë menjëherë me opozitën për 3 marrëveshje ndërkombëtare të cilat kanë ngelur pa u miratuar, të cilët, si sta ai, janë mbi 1 miliard euro në të mirë të vendit. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 28 dhjetorit ende nuk janë publikuar. Votat e diasporës nisin të numërohen sot. Nëse Lëvizja Vetëvendosje arrin të marrë 50% ose më shumë të votave deri në certifikimin e rezultateve, ajo do të jetë në gjendje ta bëjë vetë qeverinë, pa pasur nevojë për të bërë koalicione me ndonjë parti tjetër.